Rreth 8.000 konsumator me detyrime të prapambetura në qarkun e Gjirokastrës po përfitojnë nga programet lehtësuese të OSHE-s, të cilat synojnë shlyerjen graduale të borxheve. Drejtori i Njësisë së Furnizimit të Shërbimit Universal në Gjirokastër, Aurel Meçi, shpjegon se marrëveshjet vlejnë për të gjithë abonentët me detyrime të mbetura deri në dhjetor të 2023-shit. Këto skema janë hartuar për t'i ardhur në ndihmë qytetarëve për të përballuar më lehtë detyrimet financiare, duke shmangur penalitetet dhe duke përfituar nga kushtet e favorshme të OSHE-s. Skemat janë lehtësuese për të gjithë kategoritë, familjar, privat, të cilët kanë dhe nevojë për këto skema. Sigurisht janë të aplikueshme në gjitha KNK-t e rajonit Jugor, FSHU, OSHE Group. Unë bëj thirrje të gjithë abonentëve të cilët kanë një debi me FSHU të paraqiten në çdo KNK. Debia që përfiton abonenti është nga 31 dhjetor 2023 e para, 2024-2025 janë detyrimisht të paguhen kesh si fatura. Deri tani në Njësinë e Furnizimit të Shërbimit Universal në rajonin Jugor janë lidhur rreth 600 akt marrëveshje me abonent që kanë përfituar nga kjo nismë. Procesi është aktiv në të gjitha njësitë administrative të qarkut Gjirokastër, si dhe në bashkitë Sarandë dhe Delvin. Pak a shumë janë lidhur rreth me 600, po themi, abonent kanë lidhur një akt marrëveshje me FSHU OSHE Group, të cilët kanë përfituar skema të ndryshme të akt marrëveshjes, si kategori familjare normale, si kategori familjar, si kryefamiljar, shtresë në nevojë ose kategorinë pensionist, si dhe kategoritë privat, të cilët kanë pasur shumë skemë lehtësuese. Numri më i lartë i debitorëve të energjisë regjistrohet në qytetin e Sarandës me rreth 3.500 konsumatorë që përfitojnë nga kjo skem.